Prokuroria ka reaguar zyrtarisht ndaj kërkesës së Partisë Demokratike në lidhje me ngjarjen e ndodhur më 22 maj 2025 në fshatin Pekish të Peqinit, e njohur ndryshe në opsionin si rasti i trenit bullgar, një skemë e dyshuar e manipulimit të votave. Në një përgjigje zyrtare drejtuar Partisë Demokratike e protokolluar me numrin 5470, datë 26/05/2025, organi i akuzës konfirmon se është regjistruar procedim penal numër 522, po me datë 26 maj, për veprën penale të falsifikimit të materialit zgjedhor dhe rezultateve të zgjedhjeve, parashikuar në nenin 326 i Kodit Penal. Aktualisht, ky procedim ndodhet në fazën e hetimit, thuhet në përgjigjen e prokurorisë, pa dhënë detajet e tjera mbi personat në hetim apo provat e mbledhura deri më tani. Partia Demokratike ka akuzuar publikisht qeverinë dhe strukturat e saj lokale për manipulimin e votave në disa zona të vendit, përfshirë Peqinin, ku sipas Partisë Demokratike është përdorur modeli i njohur si treni bullgar, një skemë ku votues të ndryshëm futen në qendrat e votimit me fletë votimi të paravotuara për të ndikuar rezultatin.